Eliona, po ta them sot, jo për të trembur, por sepse nuk dua të shoh të thyer nesër. Ka gjëra që njeriu i ndjen para se t'i provoj, si një dhimbje që vjen ngadalë, pa zhurmë, por që e di se do të mbetet gjallë. Dhe kjo që po ndjen për Claudin, nëse e le të bëhet dashuri, do të kushtoj më shumë se sa mendon. Ti ke një mënyrë të pastër me i dash njerëzit. Jepesh e gjitha, pa kalkulime, pa frena. Kur dashuron, nuk e mban gjysmën për vete, e jep krejt shpirtin, edhe atë pjesë që s'duhet dhënë askujt pa siguri. Claudi nuk dashuron kështu. Ai e pëlqen ndjenjen, por jo përgjegjësinë që vjen me të. I pëlqen të ndihet i kërkuar, por jo i lidhur. Dhe ky dallim, Eliona, është fillimi i vuajtjes. Ti do të fillosh duke e justifikuar. Do t'i thuash vetes se është thjesht mënyra e tij, se nuk i shpreh mirë ndjenjat, se do të ndryshoj kur të më njohë më shumë. Kështu fillon gjithmonë. Jo me dhimbje të madhe, por me heshtje të vogla. Me mesazhe që vijnë më vonë se zakonisht. Me premtime të paqarta. Me mungesa që i mbush ti me durim, pastaj do të fillosh të dyshosh në veten tënde. Do pyesësh veten nëse po kërkon shumë, nëse po e tepron, nëse duhet të jesh më e ftohtë, më pak e ndjeshme. Dhe kjo është pjesa më e rrezikshme, kur një njeri të bën të mendosh se dashuria jote është problem. Claudit nuk i mungon zemra, por i mungon guximi për me u përballë me ndjenjat e veta. Ai ikën kur gjërat bëhen serioze. Hesht kur duhet të flas. Dhe ti, që ke nevojë për fjalë, për siguri, për praninë e dikujt që nuk zhduket emocionalisht, do mbetesh duke pritur. E pritja, Eliona, lodh më shumë se largësia. Ti do buzëqeshësh para të tjerëve dhe do thuash që gjithçka është në rregull. Por në mbrëmje, kur të mbetesh vetëm, do mendosh çdo bisedë, çdo ton zëri, çdo shikim. Do kërkosh shenja dashurie aty ku ka vetëm rehati. Dhe sa më shumë të kërkosh, aq më shumë do humbësh veten. Nuk po të them që Claudi është i keq. Jo. Po të them që nuk është i duhur për mënyrën si ti dashuron. Ka njerëz që nuk janë të këqij, por janë të gabuar për ne. Dhe dashuria me ta nuk të shkatëron menjëherë, të konsumon ngadalë. Do vi një moment kur do kuptosh se po lufton vetëm. Që po e mban gjallë diçka që ekziston më shumë në shpresën tënde se sa në realitet. Dhe atëherë do dhemë. Sepse do kuptosh që ke dhënë shumë për dikë që nuk dinte çfarë të bënte me gjithë atë dashuri. Unë nuk dua të shoh duke u bërë më e vogël për t'u përshtatur në jetën e dikujt tjetër. Nuk dua të shoh duke ulur zërin e zemrës sate vetëm që dikush të mos ndihet i bezdisur. Dashuria nuk duhet të lodh, Eliona. Nuk duhet të bëjë të dyshosh në vlerën tënde. Nëse bie në dashuri me Claudin, do mësosh shumë gjëra, por me çmim të lartë. Do mësosh sa shumë mund të durosh. Sa thellë mund të dhembësh pa u ankuar. Sa fort mund të dashurosh dikë që nuk di të dojë njësoj. Por do doja që këto mësime t'i merrje pa plag. Ka dashuri që të rrit. Dhe ka dashuri që të zbraz. Kjo me Claudin, Eliona, ka më shumë gjasa të zbraz. Dhe ti meriton dikë që të mbush, jo dikë që të mëson si të mbjetosh pa të. Po ta them sot, sepse nesër mund të jetë vonë. Nëse bie në dashuri me të, do të vuash. Jo sepse nuk je e fortë, por sepse je shumë e ndjeshme për dikë që nuk di çfarë të bëjë me ndjenjat e tua.